Ky podcast është prodhim I Onovos. Sot do të flasim për trupin e gruas, pa filtra, pa tabu dhe pa frikra. Në fakt do të flasim për periudhën më të bukur, periudhën e shtatzanisë. Nuk lind vetëm një fëmijë, por mendoj që lind dhe një version I ri I gruas. Më pas do të ndalemi edhe tek një periudhë që sa herë kemi diskutuar, mendoj që ka pasur komente, jo vetëm komente, por na kanë komplimentuar që kemi trajtuar këtë temë, siç është ajo e menopauzës. Frikrat që kemi në momentin e menopauzës dhe shumë dyshime të tjera. Në fakt, sot kam nderin të kem në podcast një emër shumë të rëndësishëm të mjekësisë, doktoreshën Lindita Mizyri, obstetër, ginekologe, e cila jo vetëm ka mbështetur për shumë vite gratë, I ka motivuar, I ka këshilluar vazhdo me të njëjtin pasion edhe sot e kësaj dite. Në fakt, ajo është edhe një mikesh e shtëpisë Onovo prej shumë vitesh dhe kam e them edhe një herë fatin dhe kënaqësinë e madhe ta kem sot në podcast. Përshëndetje, doktoresh. Përshëndetje, faleminderit ju. Ja që erdhi momenti të takoheshim. Edhe pse ndesheshim her pas here kështu nëpër ambientet e Onovos, ja ku ndeshëm tamam. Kënaqësi që të kam, vërtet, edhe janë dy tema shumë të rëndësishme që besoj se gjatë gjithë periudhës sënde të karrierës sënde profesionale I ke diskutuar, I ke folur, por mendoj që ka ardhur momenti të trajtojmë bukur disa gjëra që kanë lidhje pikërisht me këto dy periudha. Siç është ajo e lindjes që thash, nuk lind vetëm një fëmijë, por lind edhe një grua e re. Dhe të gjitha të dyja ne e kemi provuar. Në fakt, po ta nisim pak më herët dhe doja të ndalesh edhe tek jeta jote të momenti I parë, pse vendose të ndiqje këtë deg të mjekësisë? Pse në fakt, për të qenë shumë e sinqert, kam dashur të bëhem kardiologe fillimisht, gjatë viteve të fakultetit. Ndërsa kur mbarova fakultetin dhe mbasi siç ishte koha atëherë që ti do punoje një vit në përfshatra, pastaj do riktheshe në qytetin përkatës ku ishe. Atëherë, duke qenë në fshat, duke punuar atje dhe duke parë vështërsinë, po të them, tamam vështërsinë asaj kohe, të shumë grave, të shumë vajzave, duke I ndjekur ato nga afër, hap pas hapi, dhe si mjeke e përgjithshme, I thash vetes pse jo, më pëlqente të bëshe. Kjo ka qenë spuntoja ime, dhe unë ju futa rrugës për të bërë obstetër ginekologe. Edhe një karrierë e suksesshme ndër vite. Mendoj që ke patur shumë raste dhe raste të suksesshme që kanë dominuar gjatë gjithë këtyre viteve. Për te modestisë, I them shpesh herë vetes, faleminderit o Zot që më ke nderuar. Është shumë e rëndësishme në fakt. Shiko, kjo nuk Mendoj vjen... që ke nderuar veten, ëh? Se në kuptimin që ke punuar fort për ta... Kam punuar shumë fort. Unë e dashuroj profesionin, Santana. Edhe sot, në këtë moshë që janë, unë e dua shumë profesionin. Dhe unë I dua shumë njerëzit. Shiko, në gjithë jetën time nuk kam bërë kur dallime. Këtë podcast do ta ndjekin dhe të tjerë, do ta ndjekin dhe pacientet. Dhe unë e them shumë hapur, s'kam bërë kur dallime në njerëz. Do me thënë se ishte me lek, pa lek, I bardh, I zi, I lar, I palar, absolutisht jo. Nuk kam bërë kur dallime. I kam trajtuar të gjithë njësoj. Dhe kjo më ka dhënë shumë kënaqësi. Dhe kënaqësi më të madhe në fakt, e dikush më ka dhënë gjatë gjithë jetës time, pasi gratë lindnin fëmijët dhe më vinin me ato tufat me lule, shumë të kënaqura, duke më falenderuar për produktin e tyre dhe për punën që kishin bërë gjatë gjithë 9 mujoshit e para. E dyta, edhe në fushën e ginekologjisë, ajo që mua më ka kënaqur gjatë gjithë jetës time ka qenë fakti në pjesën më të madhe të punës time, që vinin vajzat apo gratë për të falenderuar që janë shumë mirë. Dhe kjo më jepte shumë, po shumë kënaqësi, kur unë shikoja që çdo vajzë apo çdo grua ishte mirë. Një mision I përkryer ndër vite. Më kujtohet tani, kur po flasim, një detaj që më the. Doktori grek, ai që të ka mentori yt të them, të ka instruktuar të thoshte që kur të vjen një grua shtatzane në derë, ngriu në këmbë. Është një respekt. Absolutisht. Sepse nuk është vetëm një grua, po janë dy shenja njerëzore që po. Unë nuk dua t'i futem shumë thellë rrugtimit tim të specializimeve, po specializimin përfundimtar e kam bërë në Janin, në Spitalin Universitar të Janinës. Dhe mentori im kryesor ishte profesori
Dhe kur bënim ekot, vinin paciente nga Igumenica, që kishin pak a shumë mentalitetin shqiptar. Dhe sa po vinte sondën e ekos profesori për të parë, dhe pyetje e parë që bënin, thoshnin, doktor, çfarë është vajzë apo djalë? Sinqerisht ai nxehej. E linte sondën, po, ai nxehej dhe ju thoshte, dhe me shumë të drejtë në fakt, ju lutem, pyesni mirë fëmia. A e ka kokën, a e ka dorën, a e ka këmbën, a e ka zemrën, a e ka organet të gjitha në rregull. Çfarë ju duhet ju seksi? Dhe unë kur mbarova gjithë kohën time të specializimit, profesori më mbante shumë afër, në fakt më donte shumë, më ka dhënë një këshill dhe më ka thënë, dy gjëra më ka thënë profesori. E para, kurrë mos e trego gjinin, dhe më thoshte për dy arsye. Gruaja mund ta doj djalë, ka vajzë, do mërzitet dhe kjo ndikon në shtatzani. Po dhe partneri, e ka vajzë e do djalë, do futet një sherrë në thonjza të themi në çift. E para, dhe këshilla e dytë më ka thënë, çdo grua shtatzan që do të futet në derë, do i çohesh në këmbë. Pasi ajo grua do lindi 1 apo 2 apo 3 apo dhe 4 fëmijë. Ndërsa kur të vjen një grua apo një vajzë për vizitë ginekologjike, sigurisht riullur, po trajtoje mirë, merri një anamnezë të saktë dhe trajtoje atë shumë mirë. Këto janë këshilla që më ka dhënë profesori. Që e ke mbajtur? Absolutisht, absolutisht. 100%. Doktoresh, gjatë këtyre viteve besoj se ti e hasur me frikrat më të mëdha që ekzistojnë gjatë kësaj periudhe shtatzanisë. Janë më shumë në fillimet e muajve të parë të shtatzanisë apo gjatë gjithë shtatzanisë? Shiko, përgjithësi, frikrat janë shtatzanin e parë. Pra kur lind për herë të parë, dhe është mëse normale. Sepse ti nuk di ç'do ndodhi me ty, nuk di si do eci shtatzania e kështu me radhë. Pse ndodhin frikrat? Një vajzë që është mësuar me trupin e saj, mund të themi edhe elegant, pse jo dhe kolme, nuk ka fare rëndësi. Po është mësuar të ketë një jetë të shëndetshme në kuptimin mos ketë as të përzjera, mos ketë as ndryshime në trup e kështu me radhë. Dhe kjo është një frikë e para. E dyta, që për mua është shumë e rëndësishme, është eksperiencat që ndajnë njëra me tjetrën, që është shumë e gabuar për mua. Trupi është unik. Çdo trup ka karakteristikat e veta. Dhe çdo trup e përjeton shtatzanin në mënyrën e vet. Nuk e përjeton shtatzanin si unë edhe një grua tjetër. Tjetër, frikrat janë në kuptimin që do më dhëmbi gjoksi, do rritet barku, do shumtohem, a do vi trupi im në formë sërish, apo jo mbasi unë të lind. Dhe frikrat të tilla, po partneri, do jem unë e dëshëruar sërish për partnerin gjatë kësaj periudhe, të tilla janë frikrat, po këto ndodhin kryesisht në shtatzanin e parë. Forcosht. Për më së shumti. Forcosht në shtatzanit e tjera. Sepse ke marrë një eksperiencë, e di çfarë, si, pra ti je më eksperiencë rreth një shtatzanie në të dytën, tretën e kështu me radhë. Kur thoni, eksperienca nuk duhet ndarë, në kuptimin që kemi dëgjuar vazhdimisht në kohrat më përpara që gratë nuk kishin këto informacione që kanë sot. Sigurisht e vetmi komunikim që kishin ishin me njëra tjetrën, brenda familjes, kunatat, motrat, e shumë njerëz tjerë. Tani ka lidhje pikërisht që këtë kujdes që ti, apo këtë merak që ti ke në këtë moment, duhet ta ndash me doktorin? Atëherë, pse them nuk duhen ndar eksperiencat? Për shembull, do ta them konkretisht. Nëse një shoqe i thot tjetrës, unë gjatë shtatzanisë kam patur shumë dhimbje. Unë gjatë shtatzanisë nuk duroja dot të vjellat e shumta. Nëse unë e dëgjoj dhe jam shtatzan, filloj ta bluaj në mendjen time. Kjo më jep ankth, më jep stres. Një gjë që ti fillon ta bluash në mënyrë të përditshme sikur e kërkon, ja kërkon universit. Dhe ti fillon vërtet në trurin tënd, duke i bluar këto gjëra, fillon vërtet i përjetosh. Prandaj nuk duhet në asnjë mënyrë të ndahen eksperienca të tilla. Shiko, Santana, shtatzania shtatzanisë në një trup dhe nuk i ngjan. Jo më shtatzania midis dy organizmave të ndryshëm që nuk i ngjan. Ndalemi pak tek të vjellat, themi. Janë normale në shtatzani? Atëherë, patjetër që janë normale.
të cilat kryesisht ndodhin në tremujorin e parë. Ka raste që Disa. dhe zjasin. Ka raste që ja do ta them. Vetë shtatzania, të them këtë njëherë, është një proces biologjik, fiziologjik, normal, por që mbart gjatë rrugës së saj sigurisht dhe problematika. Dhe sa më e përgatitur, sa më e informuar t'jetë gruaja shtatzan, sa më korekte t'jetë lidhje me mjekun apo me mamin e vetë për të marrë informacionin tremujor pas tremujori, aq më mirë i menaxhon ajo të gjitha ato efekte në thonjza, mund të them, që do t'i ndodhin gjatë shtatzanisë. Sigurisht që në tremujorin e parë dikush mund të ketë vetëm të përzjera, po dikush mund të ketë dhe të vjella, sepse ndodh një lojë hormonale në organizëm. Kjo lojë hormonale bën që i gjithë organizmi i gruas të ndryshojë. I gjithë organizmi të ndryshojë. Dhe sigurisht, krahas rritjes së barkut, krahas rritjes së gjive, krahas shtimit të peshës, mund të ketë dhe të përzjera dhe të vjella. Nëse, unë duhet të them dhe diçka shkencore këtu, do me thënë që lidhet me shtatzaninë. Këtë jemi, sepse kështu mund të Nëse të vjellat do jenë 4, 5 dhe 6 herë, nuk është as pak e nevojshme që kjo të marrë mjekim. Në ditë? Flas në ditë, në 24 orë. Nuk është e nevojshme që të marrë mjekim. Pra duhet jetë e qetë. Por çfarë duhet të bëj? Sigurisht merr këshillat e mjeku i vet, por sikur një çaj xhinxheri ta pi me porcione gjatë gjithë ditës e qetëson goxha të përzierën apo të vjellën. Ndërsa, nëse këto të vjella pastaj janë mbi 9 herë, 10 herë e më shumë në 24 orë, patjetër që duhet shkoj te mjeku se ka nevojë që të marrë serum edhe ilaç për të marrë lëngjet e ndaluar trupit. të vjellat, sepse nëse ka të vjella të shumta, jo vetë që dehidratohet, por të gjithë elementët bebi i merr nëpërmjet nënës. Sa më e shëndetshme të jetë kjo nën, aq më i shëndetshëm do dalë te ky beb. Pikërisht për këtë arsye, kur kalon kjo sasi herësh të vjella në 24 orë, duhet patjetër që të shkoj te mjeku për të hidratuar vetë organizmi i saj. Rikthehemi edhe një herë te momenti që do të mbetesh shtatzan. Nuk vjen rastësisht, dua të them. Çfarë duhet di një grua? Të ketë parasysh. Shiko, është pyetje shumë e bukur kjo, dhe unë dua t'jap shkurt disa informacione. Së pari, që ti të fillosh një shtatzani, duhet jeni në partneritet dakord. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Të dy partnerët duhet jenë dakord që është koha për ta filluar shtatzanin. E para. E dyta, para se të fillohet shtatzania, të dy partnerët duhet të bëjnë disa analiza apo ekzaminime mjekësore. Femra apo gruaja, se tashmë është grua, duhet të kontrollohet me patjetër tek ginekologu për të bërë qoftë vizitën ginekologjike, qoftë një eko ginekologjike, qoftë analizat e hormoneve, analizat e tjera të gjakut, biokimike, hepatitet, HIV-in, grupin e gjakut, rezusin, të gjithë këtë grup duhet i bëj patjetër si kundër dhe partneri. Edhe partneri duhet i bëj të gjitha ekzaminimet për të parë nëse këto dy trupa, këto dy organizëm janë të shëndetshëm për të nisur një shtatzani. Shumë e rëndësishme. Dhe pastaj sigurisht nuk duhet mbajtur mendja se shiko, shumë çifte thonë, vajtëm 3, vajtëm 6, vajtëm 9 muaj, pse s'po ngelemi. Nëse rri mendja kur ti kryen marrëdhëniet intime, a do ngelem sonde? A do ngelem? Apo të vjen cikli radhës dhe ti vazhdon shqetësohesh, kjo ndikon shumë negativisht. Ne kemi dy hormone, estrogen, progesteron, që çlirohen nga hipotalamusi dhe shkojnë në vezore, duke ne i bërë ato pjellore, pra të gatshme, për të pritur spermatozoidin, për të ngjisur, për të krijuar fetusin. Por në momentin që stresohesh dhe ke ankth, ndodh një çrregullim, një disbalans e këtyre dy hormoneve dhe nuk na kryejnë atë që sapo thash. Funksionin e duhur. Atë funksion për të ngjisur dhe për të kryer shtatzania. Ama
kjo që sa po thash, mund të pres çifti deri në 1 vit. Nëse kalon viti pastaj, nuk duhet më të presi, po patjetër duhet të shkojnë tek specialisti i duhur, sepse është bërë dhe një çik një trend vin. Është bërë dhe një trend pak negativ, do thosha. Shkojnë në shumë veta. Ku nuk shkojnë? Të marrin Nuk është e mirë kjo gjë, sepse ti çorienton mendjen tënde. E rëndësishme është të gjesh specialistin e duhur. Që ti të marrësh informacionin dhe si ta këshillat e kuptojnë ata duhura. që duhet patjetër të jetë ky specialist. Shiko, Sepse mund të shkojnë dhe në gjëra që s'kan lidhje fare me mjekësinë, mund të janë dhe mjekësi alternative. Sot në vendin ton kemi obstetë ginekolog të mrekullueshëm. Absolutisht. I kemi shumë të mirë. Kështu që e rëndësishme është të drejtohen në lagje ku janë edhe në lagje ka mjek obstetë ginekolog, në lagje, në maternitete privat, se secili e zgjidh vetë sipas dëshirës. Absolutisht. Po e rëndësishme është që atje ku shkon të krijoj atë marrëdhënien dhe besimin. Po su krijua marrëdhënia dhe besimi mjek-pacient nuk funksionon asgjë mirë. Do thuash që e ka në dorë pacientja, e kanë të dy në dorë në fakt. E ka dhe mjeku, e ka dhe pacientja. Dhe mjeku duhet që të jetë jo vetëm profesional që këtë është nuk e vënë në dyshim, po duhet jetë dhe empatik. Pra Tjetë njerëzor. Tjetë njerëzor, të merret pak më shumë me gruan që do sjell në jetë 1 fëmijë, 2 apo 3 fëmijë. Pyetja që do doja ta zhvillonim bashkë është dhe kjo, cilat janë ato pyetje që zakonisht nuk i bëjnë ginekologut. Gratë kur vinë për kontrollat rutinë të tyre gjatë gjithë 9 mujorit. Shiko, më thua që nuk i bëjnë, por unë do të thosha që sot I bëjnë. e di që i bëjnë. Për shembull, një ndër pyetje që nuk e bënin më parë ishte a do kryejnë marrëdhënie seksuale gjatë shtatzanis? Nuk e bënin. Që po të hulumtoje pak gjatë bizetës, e kuptoje që ajo donte ta bënte këtë pyetje, po kishte ndrojtje dhe nuk e bënte. Sot pjesa më e madhe e bëjnë. Ka, nuk mund ta them me përqindje, po sigurisht që ka një pjesë që nuk e bëjnë këtë pyetje. Ka ndrojtje, kanë turp, po pjesa më e madhe këtë pyetje e bëjnë. Ose për shembull, kjo është një pyetje dhe kjo është pyetja më e rëndësishme që e bëjnë dhe shumë normale. Që a do kryejun dhe sa herë do kryej madje dhe kur do filloj të kryej marrëdhënie seksuale. Që në fakt dhe ta shpjegoj këtë. Po patjetër do dalesha. Që në fakt të kryesh marrëdhënie seksuale është normale. Absolutisht është normale. Po sigurisht që sepse bëjnë dhe pyetje të tilla, po 3 mujorin e parë, normal që do kryen marrëdhënie seksuale, por do jenë pak më të kujdesshme. Se unë nuk futem në atë pjesën si kryen marrëdhëniet seksuale, çdo çift ka raportet e veta, ka mënyrat e veta dhe ka pozicionet e veta. Tek e fundit, ashtu si çifti ndihet vetë rehat dhe se si ata ndjejnë intimitetin e tyre më mirë për të kryer marrëdhëniet e tyre intime. Por në 3 mujorin e parë duhet më pak kujdes. Sigurisht, edhe gjatë muajve të tjerë, marrëdhënie seksuale do kryej, patjetër, po me shumë kujdes. Patjetër që do kryej marrëdhënie seksuale. Çfarë është një pyetje tjetër që edhe hezitojnë edhe a do shëndoshem shumun? A do shëntohem shumun gjatë shtatzanis? Madje, vajzat e reja, flas për vajza nëna, që për herë të parë, që lindin për herë të parë, dhe kanë qenë elegante, bukurose, kanë një marrëdhënie shumë të mirë me partnerin, e bëjnë këtë pyetje. Jo në sy të partnerit, se unë përgjithsisht unë punoj në qift. Jo përgjithsisht, po unë gjithmonë punoj në qift, se po hap klap këtu. Dhe nuk e bëjnë në sy të partnerit, po partneri kur unë të shëndoshem të bëjmë, do më pranoj, do jem unë më e dëshiruar për partnerin. Po patjetër që po. Dhe kjo ndodh atëherë. Si reagojnë partnerët në faqet ndërpres? Ja të them. Kam, mund të them, i ndaj në 2 kategori. Dhe këtu unë do të tregoj dhe diçka nga eksperienca ime. Sa tash i merr ndërmend. Unë të thash që unë punoj në qift. Qoftë në obstetrik, qoftë në ginekologji, qoftë në planifikimi familjar. Më falë, pse unë punoj në qift? E para dhe shumë e rëndësishme është që kur është dhe partneri dhe dëgjon të gjitha këshillat, e suporton
dhe e mbështet më mirë gruan e tij. Një suport dhe një mbështetje e mirë e partneres së tij do të thotë një zhvillim i shtatzanisë më i mirë. Do të thotë një lindje e bebit më e shëndetshme. Në fundit, kush është qëllimi? Që ne na lindi një beb i shëndetshëm. Dhe do të them që sot vërtet ka një emancipim. Pjesa më e madhe, flas konkretisht në punën time, e partnerve i suportojnë, i mbështesin, Në fakt, dhe kënaqen, se unë ju jap këtë këshill, do ta them. Nga java e 13, ju them të gjithë çifteve dhe në vazhdim vini duart mbi barkun e mamit, dorën babi dhe dorën mami. Bisedoni me bebin tuaj. Është shumë e rëndësishme, Santana, se ka të bëjë me zhvillimin e trurit të fëmijës. Sigurisht që çifti, se nuk jemi njerëz perfekt të gjithë, ndonjëherë dhe do diskutojmë, se jemi në një marrëdhënie, ndonjëherë mund të ngrihet dhe zëri. Normal. Dhe në këto raste patjetër të vendos dorën dhe babi dhe mami dhe secili sipas mënyrës se si flet, sipas arsimimit që kanë, sipas informimit që kanë, të bisedojnë me bebin e tyre, duke i thënë që mami dhe babi nuk po zihen, ne duhemi shumë, por ne po diskutojmë një çështje dhe ty të duam shumë. Dhe ato që më dëgjojnë, dhe atyre që ua kanë dhënë këtë këshill, sepse nga 3 mujori i dytë e në vazhdim ndjen dhe lëvizjet e bebit, dhe ato të ndjejnë goditjet e bebit. Pra bebi reagon sikur do t'ju thotë prindërve, po, ju kuptova, ju dëgjova. Është shumë e rëndësishme. Sikundër, është shumë e rëndësishme gjatë periudhës së shtatzanisë për të lindur një fëmijë me një shëndet mendor shumë të mirë, të vendoset muzik në sfond. Sot komentohet shumë dhe trumpetohet shumë muzika klasike, të vendosësh muzikë klasike. Por tani, jo të gjithë çiftet i kemi të apasionuar Mbas muzikës klasike. Kjo nuk do të thotë çfarë do lloj muzike tjetër, edhe popullore, por të vihet një muzikë në sfond gjatë kohës që gruaja është shtatzan. Është jashtëzakonisht shumë e mirë. Sepse ajo muzikë besoj do të shoqërojë edhe mbas lindjes. Patjetër që po. Patjetër që po. Shiko, fëmia është në barkun e nënës. Rrethohet, është brenda, ne jemi peshqë, është në ujë, në tonë, edhe rrethohet dhe nga cipat amjale. Do vinë një botë krejt tjetër. Prandaj duhet përgatitur bebi nëpërmjet këtyre duarve që vendosen që gjatë shtatzanisë. Cila është periudha më e bukur e shtatzanisë nga 3 mujorëshet? Do thosha 3 mujori i dytë. Edhe për mua ka rezultuar më... Ja pse është 3 mujori i dytë. Më fort edhe më... Ti ndaj pak me 3 mujore dhe për të arritur te fakti pse është 3 mujori i dytë më i bukur. 3 mujori i parë janë ato ndryshimet. Pra, fillon një gjoksi, ka më shumë ndjeshmëri, fillon ndjesh pak çuditshëm, fillon ke një luhatje të humorit për shkak të ndryshimeve hormonale që ndodhin. Dhe ndonjëherë ke vështirë, nuk i duron dot erat e ndryshme, mund të kesh të përzira, mund të kesh të vjella. Të gjitha këto e bëjnë të pakëndshme jetën, që janë normale, absolutisht. Në 3 mujorin e dytë, nëna fillon ndjen lëvizjet e bebit. Kjo është që më e bukur. Në momentin që fillon ndjen lëvizjet e bebit dhe pret çdo orë, çdo moment kur do ta ndjej, dhe aty madje fillon ta përjetoj aq bukur atë shtatzanin gjatë gjithë këtij 3 mujori. Jo se s'është dhe 3 mujori i tretë, po në 3 mujorin e tretë rëndohet më shumë gruaja. Barku rritet më shumë, mezi fillon të dhëmbi më shumë, gjumi nuk e bën shumë rehat, rrotullohesh dhe nuk e bën shumë rehat, bebi është rritur, nuk e ka hapësirën aq të madhe tashmë në mitër dhe nuk i ka lëvizjet që ti ndjeje aq shumë në 3 mujorin e dytë. I ndjen, po jo si në 3 mujorin e dytë, sepse e ka zënë hapësirën e mitrës, prandaj unë them që plus që në 3 mujorin e tretë fillon dhe një çika i ankthi si do lindë. Si do lindë, a do lindë mirë, a do jetë bebi i shëndetshëm. Të gjitha nga normale. A do më përgjigjet doktori në telefon? A do më përgjigjet mjeku në telefon? A do e kështu me radhë,
të gjitha këto janë normale, absolutisht janë normale, pra mos të mendoj, dua ta theksoj pak të, nëse bisedojnë dy shoqe, dhe njëra nuk ka përjetuar këto që sa po tham, po ka kaluar se ka nëna, më fal, që thonë, sikur s'kam qenë fare shtatzan, e kam kaluar për bukuri. Dhe nëse ja thot një tjetre, dhe ja thot po unë që jam, jo, je normale, është normale. Mos u shqetëso fare, pse Lindita kaloi një shtatzani shumë të mirë pa probleme, dhe ti po, jo, është normale. Mos u shqetëso. Besoj se në sallën e lindjes duhet të kesh kaluar shumë eksperjenca. Pafund. Mban më ndonjë nga ato të vështirat vërtet që ka thënë rast unik, por që ka thënë fati më ndihmoi dhe mua që linda vërtet. Do të ta tregoj një rast unik. Neymar. Ishte një zonjë që bënte fëmijën e dytë. Ishte nga fshatrat e Vlorës dhe s'kishte asnjë javë që kishte ardhur Neymar dhe ishte shtatzan. Dhe ishte në fundin e shtatzanisë. Pra ishte në prag të lindjes avash. Pati një lindje shumë të vështirë. Sigurisht Neymar, unë kam qenë mjeke vetme, po kam pas mami shumë të afta dhe shumë të zonjat. Që ne shohin këtë podcast, se i kam në përbot, janë në Amerikë dhe në Greqi, i falenderoj shumë, se vërtet kanë qenë shumë të afta dhe shumë të zonjat. Support dhe për mua. Sa veta ishte mamit e atë? mia. 3 veta? Vetëm unë dhe mamit. Unë kam pas 4 mamit, Neymar. Një lindje shumë e vështirë. Megjithatë, se po të mendoj sot, them, si ja kam dalë, sa guximshme kam qenë. Po mendoj mosha, dëshira e profesionit, fakti i përballjes me vështërsitë dhe duke qenë vetëm, të jepte guxim dhe forcë. Bebi lindi në një peshë goxha të madhe dhe lindi pak i asfiksuar, që u morën mamit me bebin, se ne s'kishim pediatër atje. Dhe mua që mi ngelet placenta brenda gruas. Që placenta deri në 20 maksimumi 30 minuta duhet të dali vetë. Dhe në këto raste i quajmë placenta akreta. Dhe çka kam bërë? Kam veshur dorezën e gjatë deri këtu dhe kam futur dorën në vaginën e gruas dhe në formë sharre e kam nxjerr placentën. Meraku më pas e kisha, mos më bënte gruaja hemoragji. Sinqerisht e kam gdhirë, s'kam ikë në shtëpi. Nuk pyeta se kisha dhe fëmijë. Në shtëpi dhe i kisha vetëm atë natë. Kam ndetur dhe kam ndetur jo atë ditë, po kam ndetur të nesmen dhe i kam ndetur dhe në shtëpi. Bas një javë mbajta në maternitet, e kam ndjek dhe më pas. Faleminderit Zotit, më shkoj shumë mirë. Të hap një klap këtu. Po, patjetër. Pas shumë viteve, shkoj në Himar bashkë me vajzën time dhe doja që të bëja me një skaf, një xhiro në disa pika në det. Një djalë i ri, skafist. E pyes nga je nga Himara? Jo, më thot, unë jam nga fshatrat e Vlorës, po unë kam lindur në Himar. Dëgjoj, më thot mua, të tregoj diçka, më thot, urdhëroj them. Dua, thot, të gjej atë doktoreshën, nuk po e gjej dot, i lutem Zotit, thot, ditë e natë, të gjej doktoresh Linditën, sepse më ka shpëtuar mua, thot, dhe mamin tim. Dhe djali syt me lot. Po, unë normal. U emocionova, sigurisht, po e dëgjoja me shumë vëmendje, ai vazhdonte fliste kështu. Dhe unë në fund fare i them, ty të do Zoti fort. Pse, më thot? Unë jam doktoresh Lindita. La timonin, e kapi vajza timonin. Më përqafoi, u emocionua, filloi të qante ai, po qaja dhe unë, edhe tani madje emocionohem. Të gjesh patin mes detit. Në mes të detit dhe merr të jëmën në telefon për t'ja thënë këtë gjë. Ajo nuk e besonte, ma kaloi telefonin djali mua, kështu që janë dhe të tilla gjëra. Ke bërë mrekullira. Paska që Ke bërë mrekullira. Mua më vjen keq për një gjë, pse s'kam mbajtur shënime sa lindje e sa. E ban mend dot tani, jo. Shiko, unë dhe sot pas kaq viteve, unë nuk mbaj mend emrat,
Ndërsa si rast, më daj, po. si rast, si histori mjekësore i mbaj mend të gjitha. Emrat jo, nuk i mbaj mend. Normal se janë Po. dhjetra. Jo, nuk e angazhoj trurin tim për emrat në fakt, dhe sot e kësaj dite. Është më rëndësishëm si momenti, histori rasti, mjekësore, historime, po, patjetër që po. absolutisht i mbaj mend dhe sot. Domethënë që kur kam filluar punën, e sot i mbaj mend. Ndoshta jemi te pyetja e fundit në lidhje me shtatzanin, ka pafund pyetje, por ne meqense do e ndajmë pjesën e podcastit me pjesën e shtatzanisë, pjesën e menopauzës, kur duhet të fillojmë jetën intime me partnerin mbas lindjes? Pyetje Tani bukur kemi dhe kjo. lindje natyrale dhe lindje me operacion. Cesariane. Absolutisht. Këtë pyetje e bëjnë dhe gratë të gjitha. Kur do filloj marrëdhëniet seksuale? Ma më pëlqen që vikan dhe me... Po. Të paktën eksperiencën time kështu i kam absolutisht. Se mendoj që ka shtatzani reale dhe shtatzani Instagrami, në kuptimin që... Do spjegoj diçka dhe këtu për këtë, po të them këtë kur fillon jeta intime. Nuk ka një gjë të prerë me thik. Çdo grua, çdo çift e fillon jetën intime kur ajo ndihet gati, në ç'kuptim kuptim. E marr në të dy momentet, kur lind vet. Kur lind vet, mund të jetë e qepur, sepse mund kemi bërë një prerje dhe kemi qepur, që fjet do hiqen mbas 8 ditëve. Gruaja është e lënduar, ka një perineum të qepur që do hiqet, do mjekohet, do bëhet. Pra kur ajo ta marri veten, kur ajo të ndihet e aftë për të filluar marrëdhënie seksuale, asnjëherë nuk mund thuhet në këtë ditë apo në atë ditë. Jo, nuk ka. Kur ta ndjej veten të aftë. Po kështu, dhe për atë që ka lindur me seksio cesarea. Sigurisht ka një plag që do hiqen fjet, do rimari veten, dhe ajo kur ta ndjej veten të aftë, do filloj jetën seksuale. Pra nuk ka asgjë të prerë që t'i themi filan ditë. Jo. Çdo organizëm kur të aftësohet vetë, fillon jetën seksuale. Kthejmë kapitullin dhe kthejmë te pjesa... Tek Instagrami pak. Pa. Dua të them diçka këtu. Shiko, sepse duke parë në Instagram, ndikon në psikologjinë e disa grave shtatzan. Në Instagram, nëpërmjet efekteve të ndryshme, nxjerrin gjërat më të bukura. Një bark të rumbullakët i bukur, një femër të bukur sikur nuk shëndoshet, nuk merr pesh fare. Dhe po ta shikoj dikush tjetër dhe thot po unë pse si isha kështu, dhe kjo ka shumë efekt jo pozitiv në trurin e femrës shtatzan. Nuk është reale kjo. Jeta nuk është kështu. Jeta nuk është Instagram, si kundur nuk është dhe në jetën reale. Nuk ka njerëz perfekt. Po. As nuk kemi perfeksione në asnjë gjë. Për më tepër që thash që shtatzania është një proces fiziologjik, biologjik, normal që mbart në rrugtimin e vet problematikat e veta. Dhe çdo grua që shikon Instagramit mos të ndihet keq fare, po të mendoj që do bëj të jetë në atë pritjen e ëmbël, që do sjell në jetë një fëmijë që s'ka gjë më të bekuar që të bësh në. Dhe mbyllesh më bukur këtë pjesën e parë të themi të podcastit, do ndalemi te menopauza, te ky ndryshim i madh. Domethënë, mendoj që dy momente shumë të rëndësishme në trupin e gruas janë lindja dhe menopauza, që deri diku lidhet me pjesën e humbjes apo të largimit të feminitetit. Është e vërtet kjo apo jo? Pyetje shumë e bukur, Santana. Tashti, para se të them për menopauzën, ne kemi dy faza. Kemi premenopauzën, kemi dhe menopauzën. Premenopauzë është atëherë kur kemi një çrregullim të ciklit. Pra, njën 2 muaj, njën 3, njën 6, dhe kur bëhen 12 muaj rresht që cikli menstrual nuk të ka ardhur më, ke hyrë në menopauzë të plotë. Një moshë të caktuar se kur hyn në menopauzë nuk ka. Por përgjithsisht mbi 40 vjeç, përgjithsisht. Po ka raste sot që janë futur absolutisht, që janë futur në menopauzë dhe në moshë më pak se sa 40 vjeç. Është një periudhë që s'duam ne gratë do ta kalojmë. Është një periudhë shumë e rëndësishme e jetës. Po kush është ajo që unë dua t'ju them grave të bëjnë për shëndetin e tyre para se të arrin në këtë fazë kaq të rëndësishme të jetës.
Të gjitha gratë e dinë që do ta kalojnë, e dinë, janë të përgatitura vetëm si nocion që do kaloj menopauzën, po kaq një pjesë, se ka një pjesë që kanë informacion goxha mirë. Në menopauzë kemi ndryshime të trupit, sepse estrogeni në mënyrë të veçantë ulet ndjeshëm. Estrogeni është ai që ne na mban, sepse është përgjegjës për prodhimin e kolagjenit. Estrogeni është ai që Estrogeni është përgjegjës për prodhimin e kolagjenit. Kolagjeni nga ana tjetër na ruan elasticitetin. kemi këtu. Për momentin, E kemi këtu, na ruan elasticitetin dhe freskin e lëkurës, na ruan nyjet apo kyçet, lëvizshmërinë e tyre, na ruan densitetin e kockave. kockës. Po. Por që ne, në periudhën e menopauzës, ti kemi sa më të pakta këto efekte që unë thash, duhet të jemi shumë të kujdesshëm që më përpara. Jo vetëm në periudhën e premenopauzës, po edhe më përpara. Dy elemente shumë të rëndësishme, një ushqyerje e shëndetshme. Shiko, se njerëzit mendojnë që ta sa më shumë protein, jo. Organizmi nuk ka nevojë vetëm për proteinë. Organizmi do proteinat, organizmi do vitaminat, organizmi do karbohidratet, organizmi do yndyrnat, por i do në mënyrë të balancuar. Unë e di se është klishe ta them të ham shëndetshëm dhe bio, se sot është pak vështirë të hash bio. Por mos ta abuzojmë në sasi. E gjithashtu në çështjen e porcionit. E porcionit. Dhe unë jam kundra dietave drastike. Dietat janë shumë të dëmshme. Ta ham në mënyrë të ekuilibruar, e para. Dhe dyta, stili jetesës, aktiviteti fizik. Edhe për ato, të cilat nuk e kanë mundësim, po them, të hecin minimalisht 20 minuta në ditë, në shtëpi mund të bëjnë ushtrime. Sot gjen ushtrime nga më të ndryshmet, po edhe lëvizje vetë për të shliruar kyçet. Sepse nëse nuk i bën këto, ti mund të marrësh gjithë ditën suplemente. Më vjen keq që e them, por është reale. Ti mund të marrësh suplemente kur arrin në menopauzë, por nëse ti nuk je e përgatitur, pra ti je mësuar me organizmin tënd, me një dietë të shëndetshme dhe me një stil jetese të shëndetshëm, suplementi do bëj një efekt jo maksimal, po minimal. Një nga faktorët që po vihet re, në fakt, vitet e fundit është që është ulur mosha e paramenopauzës. Ka lidhje kjo me fillimin e ciklit menstrual më herët? Ka lidhje dhe kjo. Ka lidhje, Absolutisht ka lidhje, në fakt. Ka lidhje me ciklin menstrual, ka lidhje është dhe genetike, po, dhe ka lidhje dhe me stilin e jetesës. Pra me 3 faktor ka lidhje hyrja sa më shpejt në premenopauzë dhe në menopauzë. Dëgjoj shpesh nga vajzat e vogla, të cilat kanë hyrë në ciklin menstrual të tyre dhe nuk kanë frikë të marrin pilule se vërtet mund të shëndoshen. Është e vërtet? Pilula në të shkuptim. Pilula në kuptimin e Kur kanë dhimbje. Kur kanë dhimbje, po. Qetësuesve. Qetësuesit nuk të shëndoshin. Absolutisht që jo. Atëherë do ndalem pak fare këtu, sepse ka një pjesë të vajzave që kanë ciklin menstrual me dhimbje. Është normale. Nëse kjo dhimbje zjat vetëm 1 apo 2 ditë është normale, por nëse kjo dhimbje zjat më shumë, nuk është më normale, sepse kjo vajzë mund të ketë një kist. Dhe duhet patjetër që të kontrollohet tek specialisti për të identifikuar është apo jo me një kist që të marrë mjekimin e duhur. Ndërsa për sa i përket preparateve që mund të marrë qetësues, ibuprofen për shembull, por nuk duhet abuzuar, nuk duhet marrë pafundësisht dhe ibuprofeni, sepse pastaj jep efekte të tjera jo të mira në organizëm, por për të shëndoshur në asnjë mënyrë. Jo, ta heqen domethënë. Jo, është pyetje Instagrami e cila Jo, nuk të shëndosh, jo. Okej, në rregull. Përdorimi i linës ditore për një kohë të gjatë, çfarë ndodh? Duhen përdorur apo jo një herë fare? Personalisht si femër dhe si mjeke jam kundra përdorimit të linës ditore. Shiko, vagina është një organ që vetë pastrohet. Ka një pH acid, por ka një veçori që duhet jetë jo e lagësht. Lagështira na favorizon bërjen e infeksioneve, myk apo bakteriale. Duke mbajtur
linesi e mban të lagësht organin. Duke e mbajtur të lagësht, patjetër pastaj je e favorizuar për të bërë infeksione vaginale. Madje unë ju them edhe të gjithave, vajzave dhe grave, kur ju vjen cikli menstrual, ju lutem, edhe linesin më të mirë, nuk është pambuk linesi. Mbani mbi lines, ju them, një pecet pambuku që të jetë organi sa më i thatë, i mundshëm në këto ditë. E para dhe e dyta, varet nga sasia e hemoragjisë që ka vajza apo gruaja në ditët e ciklit menstrual për të ndruar. Pra, njëra mund të ndrohet 5-6 herë në ditë, po njëra mund të ndrohet dhe 3 herë në ditë. Është shumë e rëndësishme kjo. Dhe ndrimi i mbathjeve duhet bërë çdo ditë. Çdo ditë duhet ndruar mbathjet. Dhe larja është shumë e rëndësishme e organit gjinor. Këtë do ndalesha? Është shumë e rëndësishme. Sepse ka shumë keq kuptime, edhe kur i pyet si lahesh, fillimisht qeshin me ironi se çfarë po na thot kjo, s'dim ne të lajmi sot në këto ditë. Din të lahen, po përdorimi i dorës është shumë i rëndësishëm. Dora duhet përdorur nga para pas, jo nga pas para, sepse nga pas para ne i marrim bakteret dhe i kalojmë përpara dhe prishim florën bakteriale normale të organit gjinor. E para, e dyta, pra duhet tha, madje sot e di çfarë thon një pjesë e shkencëtarëve, nuk lejojnë as tharjen me peceta higjienike, jo, po as me peceta të tuat, po thonë me tharse. Që organi të jetë sa më i thatë dhe mos të preket me asnjë lloj gjëje. Nuk është kjo mundësi, unë jam koshiente për këtë, sepse mund të jesh në punë, mund të jesh kudo, ti ke nevojë për të shkuar në tualet, por mund të mbash në çantën tënde një peshqir të vogël, prej pambuku, ta kesh personal vetëm për organin tënd gjinor. Nuk e kuptojnë një pjesë e njerëzve dhe qeshin ndoshta, dhe mund të qeshin dhe tani kur ta dëgjojnë, por shumë e rëndësishme për të ruajtur florën normale të organit gjinor. Është shumë e rëndësishme. Doktore, jemi drejt fundit, do ndalesh në fakt tek pjesa e komunitetit të Onovos, ku gratë besoj, pyetja duhet të dija cila është pyetja më e vazhdueshme që të bëjnë gjithmonë. Dhe tjetra, në lidhje me suplementet, dua të japësh një këshill të vlefshme në fakt. Suplementet nuk janë zgjidhja e situatës, por në një farë mënyrë ndihmojnë për të arritur të rezultati që ti kërkon. Një lloj mesazhi të këtij lloji. Pyetjet më të shpeshta që bëhen këtu te Onova, dy janë më të shpeshtat për infeksionet. Që mendoj që ta trajtojmë në një moment tjetër. Këto janë pyetjet më të shpeshta dhe pyetje rreth shtatzanisë, pse nuk po ngelen shtatzan. Këto janë pyetjet më të shpeshta. Sigurisht bëjnë dhe pyetje specifike për pathologji të ndryshme të organe në fushën ginekologjike. Po pyetjet më të shpeshta janë për infeksionet e shpeshta vaginale që bëjnë dhe pse s'po mbeten shtatzan. Këto janë pyetjet më të shpeshta. Për sa i përket suplementeve, ta sqaroj një herë mirë këtë pjesën e suplementeve. Suplementet absolutisht janë të mira, por nga vetë emri, suplement janë mbështetëse. Nëse ne nuk kemi një ushqyerje të shëndetshme, nuk kemi një stil jetese të shëndetshëm, pra ai aktiviteti fizik, nëse ne nuk kujdesemi që në krye të herës për shëndetin, për veten tonë, që në krye të herës për gjatë gjithë jetës, suplementi nuk do të shëroj, do të mbështesi, do të minimizoj, por nuk do të shëroj. Pra suplementet nuk janë medikamente për të shëruar, janë për të mbështetur, për një jetë më të shëndetshme. Por jeta e shëndetshme bashkë me suplementet është atëherë kur ne dim të kujdesemi për shëndetin tonë. Dhe ajo e fundit që dua të them është, sa më mirë një vajzë dhe një grua të kujdeset për shëndetin e saj seksual riprodhues, është kujdesur për shëndetin në përgjithësi. Të falenderoj shumë në fakt për gjithë bisedën dhe jam e sigurt që kanë ngelur dhe shumë tema tjera. Ne do jemi përsëri këtu, do diskutojmë dhe jam e sigurt që do të më japësh dhe këshilla në lidhje dhe me ato që kërkojnë gratë, duan të diskutojmë dhe duan të trajtojmë pikërisht problematikat e tyre. Aty gjendemi sa më afër. Unë të falenderoj shumë në fakt dhe për librin që më bëre dhuratë. Këtu është Jeta e doktoreshës. Kam dhe një dedikim special nga jo.
Shumë e lumtur, nuk po lexoj këtu në fakt, po është personal, më emocionove, mezi pres ta nis dhe jam shumë e lumtur, nuk të lëm dhe ne pa dhurata në fakt, sepse kemi momentin që të t'japim dhuratën. Është produkti më i ri nga Onovo, që është kolagjeni, siç e tham, është kolagjen shtetëzor, i prodhuar në Amerikë, si dihet, dispozicioni është në Shqipëri dhe është vërtet fantastik. Unë e kam provuar, është dita e dytë dhe përhapet shumë mirë në ujë, shpërbëhet direkt. Dhe me të gjitha që pyesin gjithmonë, ka shije apo s'ka shije? Nuk ka shije, fare as arom, as një gjë, është fantastik. Faleminderit Santana. Faleminderit dhe juve, faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin e YouTube-it të Onovos për veten. Mirupafshim.